Mirë se erdhët në Rezen tonë, sot me Altin Jokun do të flasim për anemin, cilat janë shkaktarët, faktorët që ndikojnë tek anemia dhe si ta përmirësojmë atë natyralisht përmes kurave bimore, ushqimeve dhe disa këshillave të tjera specifike që Altini do të na tregojë deri në fund të bisedës, kështu që na ndiqni. Përshëndetemi fillimisht drejt për së drejti nga Suedia, ku ai banon dhe tashmë do të na vi me një qasje të re. Përshëndes Altin, faleminderit për kohën si gjithmonë. Faleminderit, mirëmëngjes. Për të dhënë këshilla të vyera. Tashmë jo vetëm si specialisti mjekësisë holistike dhe nutricionist, por diplomuar së fundmi edhe si në fushën e naturopatisë, apo jo, dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit, kënaqësi. Duke shtuar më tepër qasjen tënde. Jo, unë mendoj që njeriu gjatë gjithë ekspozimit dhe udhëtimit të jetës paralelisht të ecë dhe me udhëtimin e dijes. Dhe dija mund të merret në shumë lloj formash, mund të merret nëpërmjet disa seminareve, nëpërmjet leximit, studimeve, librave. Unë kam zgjedhur midis të tjerave që të certifikohem dhe të marr sa më shumë nivele të disa kurseve të akredituara, sepse adaptohesh më mirë me informacionet e reja. Kështu që deri tani unë nuk e quaj turp që njeriu do të marrë, sepse ne stopojmë studimet dhe i ndalojmë. Unë aktualisht mund të kem diku 25 ose 27 diploma dhe certifikata në 3-4 drejtime të fushës. Kështu që mendoj që do të jena akoma më tepër se kaq. Nuk e vë në dyshim, duke patur parasysh qasjen tënde për të jetuarit të shëndetshëm apo përmirësimin e stilit jetesës dhe shumë gjendjeve dhe sëmundjeve të ndryshme. Sot kemi zgjedhur Altin të flasim për anemin, një problem shëndetësor që të jep shumë sinjale dhe lodhje mbi të gjitha, preken fëmijët, preken të rriturit, do ta tregojmë dhe pak më vonë pastaj se pse preken dhe më shumë gratë apo jo, por do doja të dija se cilët janë ato shkaktarët apo faktorët që na çojnë drejt anemisë. Anemia faktikisht është kthyer në një lloj pandemie. Pra, po të shikojmë të dhënat, gratë janë rreth 35-40% pra të grave kanë anemi. Ndërsa gratë të cilat janë shtatzana, sepse shtatzanat kanë më shumë probleme, sepse kërkojnë nivele më të larta të disa elementeve, siç është edhe hekuri, janë afërsisht rreth 55-60% të grave që janë shtatzana kanë probleme me mungesën e hekurit ose me anemi, se mungesa e hekurit vjen nga disa arsye. Por pra kanë më të tepruar edhe se burrat, pra 3-4 herë më tepër se burrat, por është vëre që edhe fëmijët poshtë mosës 5 vjeç, sidomos fëmijët 6 muaj deri në 2 vjeç, e kanë 65 deri në 70% mungesën, pra kanë probleme me anemi. Është rritur, prandaj është kthyer në një pandemi. Në rastin që mund të themi pse gratë, nëse do më lejosh pse kanë gratë më shumë ose burrat, por unë po them shkaqet, me që më pyetet për shkaqet. Atëherë shkaqet kryesore janë baza për çdo lloj problematike shëndetësore në të cilat ne duhet të arrijmë të kurohemi. Pra aty fillon standardi ose fillon startimi për të krijuar kurimin. Pra nëse ne nuk dim kush janë shkaqet ose nuk merremi me shkaqet, ne nuk kemi për ta kuruar edhe në këtë rast anemin. Thjesht do ta kemi në kontroll, siç e kemi në shumicën e rasteve, por nuk do arrijmë. Atëherë e para është mungesa e tepruar e hekurit. Pra afërsisht më shumë se 75-80% të problemit të anemisë vjen nga problemi i hekurit. E dyta është se duke filluar në zor për punimin e gjithë ushqimit tonë, dhe duke pasur disa nivele të ulta të acidit në stomak, pra të pepsinës ose acidit kloridrik, atëherë ne kemi një mundësi ose hekurin e nxjerrim të pavlefshëm. Dhe në këtë rast, midis të tjerave, duke pasur edhe këtë lloj acidi, ne shtojmë edhe nivelin e helikobakterit. Kështu që një nga faktorët e tjerë, pra e dyta, është helikobakterit i cili është zhvilluar në stomakun tonë. Pra është njëra nga shkakët. Një shkak tjetër është problemi i tiroideve. Pra një person mund të ketë një tiroide, pra nuk po themi këtë gjendje, po ka probleme në sistemin endokrin, kryesisht te tiroidet. Një element tjetër është mikroflora, sepse ka një nivel të disbalancuar të baktereve tona. Pra në zor kemi probleme në sistemin limfatik, pra në limfa ne kemi problem dhe kryesisht në shpret, dhe kemi parë që kur kemi probleme në shpretka, pra në mos funksionimin e mirë të shpretkës, sepse shpretka është balancuesja kryesore që bën vetë transportimin e disa niveleve të lëngjeve, rujtje trombocideve etj. Dhe shpretka është policia pikërisht për të mbajtur nivelet e ruazave të kuqe të gjakut, pra nivelet e qelizave të kuqe të gjakut. Ekzistojnë dhe elementë të tjerë,
të cilat është për shembull ardhja shpesh e menstruacioneve ose me vrur, pra gjakridhja e tepër, problemet e shtazanisë, sepse shtazani kërkojnë më tepër element mineralesh, vitaminash dhe lëndë ushqyese edhe në këtë rast hekur, është problemi i disa sëmundjeve të mëlçisë dhe mos funksionimi i mirë i veshkave, apo kemi një gjendje të fillimit të sëmundjeve tumorale, apo ndoshta një sëmundje autoimune duke filluar nga artriti apo elemente të tjerë, të cilët ne mund të kemi. Pra kemi shkaqe të ndryshme. Një nga shkaqet kryesore është përdorimi i lartë i suplementeve, sidomos i nivelit të lartë të kalciumit, të zinkut dhe të magnezit që përdoret sot. Është 3.5 fishuar niveli konsumimit të këtyre 3 elementeve vetëm këtë dekadë. Dhe ka një fakt që prandaj dhe anemia është rritur me 1.5 herë më tepër, vetëm nga shkaku i marrjes të tepritës së madhe të magnezit, të zinkut dhe kalciumit, ndonjëherë pa arsye dhe pa e kuptuar një përse po e marrim. Pra është bërë si mot. Element tjetër është mungesa e vitaminës B12, pra që është shumë thelbësore dhe acidit folik, sepse si acidi folik dhe vitamina B12 janë shumë thelbësore në sintezizimin e ADN-s që bëjnë prodhimin e globulave të kuqe, pra problemet e enëve të kuqe të gjakut. Pra roli i vitaminës, vitamina B12 aktivizon në një efekt domino acidin folik, pra vitaminën B9, duke bërë që rrimi i homocisteinës të kthehet në metionin. Ky është një hap i jashtëzakonshëm që ne duhet bëjmë në prodhimin e globulave të kuqe. Pa vitaminën 12 nuk prodhohet niveli i acidit folik. Pa acidin folik nuk kemi mundësi që ne të kemi një sasi të lartë të hekurit të ekspozuar apo transportuar në enë të gjakut. Kështu që do kemi anemi. Një element tjetër është me rritjen e moshës. Fillimi i anemisë bëhet më i madh sepse lëndët ushqyese, metabolizmi jon, proceset fiziopatologjike në trup fillojnë dhe ndryshojnë. Element tjetër është ushqimi. Ushqimi është shumë thelbësor apo stili jetesës. Në qoftë se ne kemi probleme në mos konsumimin të sasive të kryesisht të këtyre vitaminës B12, por edhe elementeve të sasisë të hekurit dhe disa bashkëfaktorëve të tjerë që bëjnë futjen e hekurit në organizëm dhe largimin e disa ushqimeve bazë, atëherë patjetër që është një nga shkak. Shkak tjetër është edhe problemet e trashëguara. Pra kemi problemet e anemisë, të talasemisë apo të tjera, të sëmundjeve të gjakut, që shkaktojnë të. Një efekt tjetër është edhe leuqemia apo në një sëmundje tumorale. Pra, ne duhet kapim disa nga arsyet kryesore sepse nuk mund të kemi vetëm një, mund të kemi edhe 3-4. Pastaj do të pyes nëse personat cilët janë ose që kanë mungesë në hekurit janë dhe anemik ose a janë të shumë të lidhura me njëra tjetrën, por pak më vonë sepse dua të di tani sinjalet që jep trupi pa shkuar deri tek analiza, si të kuptojmë që kemi anemi. Çfarë shenjash na jep trupi? Atëre anemia shkakton shenja të dukshme në qoftë se ne jemi të vëmendshëm, si çdo lloj sëmundje. Asnjë sëmundje nuk fillon me një ditë, as edhe gripi. Madje në studimet e fundit u pa që gripi mund të donte shumë muaj për të realizuar ose për të shpërthyer. Pra nuk është se mendonim si deri dje që gripi mund të donte 1 ditë, 2 ditë, pra pas një infeksioni viral që ne marrim. Shenjat që jep anemia në trupin tonë ne duhet të jemi të kujdesshëm. Kush është nga kjo? Zbeja e lëkurës, pra ku kemi një fytyrë të zbetë, ku kemi duart kryesisht të zbeta dhe fundi, pra gishtat, pjesët e fundit të këmbës, kemi rrafje të shpeshta të zemrës, pra kemi papilacione apo kemi nivele të aritmisë, kemi nivele të frymarrjes të vështirësuar. Kemi në përgjithësi lodhjen e tepruar dhe rënien e energjive. Kemi dhimbje koke të përhershme dhe të pakuptueshme duke eliminuar shkaqet e tjera. Një nga këto mund të jetë shkaqet e tjera mund të jetë një nga arsyet që ose një nga po themi shenjat që ne duhet dimë. Tjetër, kur ne dëgjojmë tinguj që na vijnë brenda vetes sonë. Pra, interesante kjo e tingujve. Se kisha dëgjuar ndonjëherë. Po, unë kam bërë një kurs shumë të zhvilluar për transportimin e hekurit në një nga akredituesët më të mirë në botë për probleme të transportimit të hekurit, prandaj dhe i diktoj sepse kam bërë një kurs parasakosh në detaje se si transportohet hekuri në organizëm në mënyrë të detajuar dhe shkaqet e tij. Dhe dëgjimi i tingujve, pra vjen nga brenda trupit dhe jo nga i burimi jashtë. Ose kemi disa zhurma në vesh që na vijnë dhe na ikin, Kjo është një faktor determinant për problemet e anemisë. Kur ne kemi një ndjenjë të ndryshimit të shijes së pasere,
sidomos në mes të ushqimit ose nga ushqimi në ushqim dhe nuk kuptojmë kur konsumojmë një ushqim dhe pasojmë një ushqim tjetër, ne nuk e kemi kuptuar që kemi ndryshim të shijes. Pra ndryshimi i shijes është kjo. Kemi një ndjesi si gjelpëra ose kruarin. Ne nuk na kryet trupi, po ndjesia që na jepet është një faktor shumë i rëndësishëm për problemet e anemisë. Gjua që është e qarë, nëse ne kemi një gjuhë të qarë, të lënduar, na dhëm her pas here ku pim diçka, për shembull, ku konsumojmë ujë me gaz apo diçka tjetër pikante që menjëherë kuptojmë që është e lënduar, është nga efekt, është nga mund të themi shenja që të na jep pranë rënje flokëve, hollimi i flokëve, dëshira për të ngrënë sidomos gjëra brumrash, akull ose brumra ose picë. Personi që ka qef shumë picën, brumrat, makaronat, ka një probabilitet këtë mundësi. Vështirësi në gëlltitje. Kur ne konsumojmë her pas here ushqim, jo gjithmonë, her pas here e shikojmë që kur e kalon ushqimi kalon me pak vështirësi. Pra diçka sikur na pengon. Kjo tregon që anemia ka arritur ndoshta midis disa elementeve tjerë, se këtu përfshihen edhe disa patologji tjera sëmundjesh, por midis tjera. Për shembull, po, tek brumrat për shembull, na ke thënë dhe dikur kur kemi folur për parazitët, personat cilët vuajnë nga parazitët kanë dëshirë për brumra dhe ëmbëlsira, prandaj fat që edhe ju që lidhen me faktorë të tjerë. Qartë. Ne të tjerë, po. Kemi buzët tu anash të qarë. Në qoftë se ne do kemi buzët e çara anash, është një probabilitet pra krijohet një lloj ulçeve të perishme, kemi të thonjë të cilët nuk janë të lëmuar në formë të lugët e tjerë. Kemi probleme të mpirjes së gishtave dhe të këmbëve, kemi ftohtësi shpesh në trup, kemi një disekuilibër, kemi një kujtesë të dobët se harom shpejt, kemi një vështirësi të përqendruar, kemi një rënje, kemi një gjumë të shtuar, duam vetëm të flëmë. Edhe të tjera, por mund të bëjmë dhe një test në shtëpi. I mbajmë gishtat e shtypur fort, 5-6 sekonda dhe i lëshojmë. Në moment që në majat e gishtave tonë që kemi të shtypur me atë dorë, në qoftë se brenda 2 sekondash nuk vjen ngjyra dhe ri e bardhë, probabiliteti i anemisë është shumë i lartë. E dyta, shikojmë pjesën e syve të brendshëm, kapakut të brendshëm të syve dhe shikojmë a i kemi roz në pasqyrë ose pa i shikoj dikush, i kemi roz apo i kemi ngjyrë më të hapur. Ngjyra shumë e hapur ose e verdhë tregon dhe probleme pastaj në mëlçi e tjerë. Pra hyrë te kjo. Po flasim në qoftë se nuk është aqëroz, një nga probabilitetet e duke shoqëruar dhe shenjat e tjera është dhe kjo. Kur hiqim në shkallë, kur bëjmë 2 kate shkallë, 3 kate shkallë dhe na merret fryma, rriten të raurat me një mundim kaq të vogël, probabilisht ne mund të kemi probleme të anemisë. Pra janë disa shenja që trupi na i jep që duhet të mos i neglizhojmë. Por ne nuk e përcaktojmë dot saktë. Patjetër ne shkojmë të bëjmë një analizë të hemoglobinës, vitaminës B12, e shumë analiza të tjera që ndonjëherë ne nuk i bëjmë vetëm një ose laboratorët japin vetëm një për hekurin, feritinën, por duhen bërë edhe disa të tjerë. Duhen bërë disa analiza për të shikuar që si është, sepse mund të jetë vetëm mungesë e vitaminës B12. Po cilat janë këto analiza? Cilat janë këto analiza që duhet të bëjnë njerëzit? Analiza e para është që patjetër është analiza e hemoglobinës që bëhet. Niveli i feritinës që kemi në gjak, pra nivelet e ulta të hemoglobinës do na tregojnë. Nivelet tjera do na tregojnë vitamina B12 për të shikuar që a kemi mangësi, sepse tash rreth 75-80% të rasteve me anemi vijnë nga mungesa e vitaminës B12. Po ashtu do të bën ndoshta edhe acidi folik. Pra vitamina B9. Unë mendoj se këto janë minimalisht të parat për të kuptuar se ku jemi. Altin, çfarë sjell një anemi e patrajtuar, e neglizhuar prej kohësh? Çfarë pasojë sjell në trup? Të them diçka shumë të rëndësishme sepse më kanë pyetur shpesh që pse ne gratë kemi më tepër mungesë të vitaminës, të vitaminës, të hekurit në krahasim me burrat. Me shkujt, po. E para një, burrat nuk kanë menstruacione. Kjo është e qartë, e dukshme, po. Në kuptimin një nga faktorët. Shtazania, po, jashtë faktori është e dyta. E treta është burrat nuk kanë probleme me përthithjen e disa ushqimeve. Gratë kanë probleme më shumë në përthithje pranëzore. Ka një disbalancim më të lartë. Element tjetër është që burrat kanë nivele më të larta të muskujve. Muskujt kërkojnë më tepër oksigjen për të krijuar, prandaj kanë më tepër muskuj. Kështu që duke pasur muskuj sa më shumë, kanë edhe oksigjen, kanë nivele më të larta të hemoglobinës. Dhe në këtë mënyrë, pra, hemoglobinës në mënyrë natyrale, në këtë mënyrë, kjo bën që të kenë këtë gjë. Po tjetër, niveli i lartë i testosteronit që kanë meshkujt bën që të kenë nivele më të larta të hemoglobinës. Femrat e kanë më të ulët testosteronin. Te gratë që kanë nivele të larta të testosteronit, që kanë një disbalancim hormonal, është parë që niveli i anemisë është shumë herë më i ulët. Pra të kuptojmë përse kush janë disa arsye pse kemi këtë tek gratë më të theksuar anemin, po, shumë saktë.
Po, do të dija tani çfarë sjell anemia pa trajtuar që të kalojmë te trajtimi se na kanë mbetur edhe pak minuta dhe njerëzit mezi presin ato recetat tuaja deri në fund. Çfarë sjell një anemie pa trajtuar? Në qoftë se ne nuk e trajtojmë, do kemi probleme në sistemin kardiovaskular, zgjerimin e zemrës, problemin e uljes të tensionit, presionit të uljes të gjakut, kryesisht probleme të sistemit nervor, sepse mund të kemi mungesë vitaminës 12 dhe na sjell dhe probleme të çekuilibrit, probleme depresionit etj. Që mund të kemi dobësim të sistemit imunitar ndaj infeksioneve, parazitëve, problemeve të viruseve, kemi probleme të komplikimit sidomos të grave shtazana në lindje të fetusit, pra do na dalin me probleme fëmia, deri në disa sëmundje të rënda që do shoqërojnë pas. Si është e trashëguar, po. Po, do kemi probleme gastrointestinale, pra do kemi probleme të stomaut, të zorës etj. Pra, një anemie pa trajtuar do sjellë probleme të rënda, dhe midis tjera përveç do sjellë lodhje ekstreme, komplikime të humbjes të peshës, depresionit, edhe etj. Por midis tjerave do sjellë patjetër dhe një gjendje shumë të lartë të stresit dhe depresionit, dhe sidomos gjendjes emocionale dhe ankthi, sepse përkeqësimi ose mungesa e nivelit të hekurit, sidomos vitaminës B12, B9 dhe elementeve të tjerë do sjellë nivel të stresit kronik, nivelet të asaj sepse rritet niveli i kortizolit dhe shumë i lartë që është hormoni i stresit. Ullet niveli i vitaminës B12, ullet niveli i acidit folik, rritet niveli i stresit në mënyrë ekstremale. Edhe ky më pas e përkeqëson dhe anemin, padyshim. Vjen pastaj pagjumësia do sjellë disa probleme dhe rënien e sistemit imunitar, kështu që do sjellë probleme të rënda në shqetësimet e tyre. Absolutisht. Tani, duke ju referuar fillimisht shkakut, për të nisur menjëherë nga faktori që e ka sjellë anemin, por pavarësisht se kemi gjetur faktorin, ne duhet të trajtojmë edhe anemin. Si trajtohet anemia? E para njëherë do të largojmë një ushqimet që na sjellin probleme në mospërthithjes së hekurit. Po. Të cilët janë fitatet kryesisht që vijnë nga drithrat, nga disa bishtajore, apo nga niveli i konsumimit të lartë të kafes, nga konsumimi i suplementeve si kalciumi, niveli i konsumimit të magnezit, që ne po e marrim sot, dhe niveli i lartë i konsumimit të zinkut, apo dhe multivitamina. Duhet të eliminojmë një pjesë të disa këtyre antiacideve, apo dhe omeprazolit, apo të tjerave, sepse sjellin probleme të mospërthithjes. Pra, këto janë elementet kryesore. E dyta, duhet të shtojmë disa ushqime me nivele të larta të beta-karotenit. Askush nuk e thotë, sepse nuk e dim. Beta-karoteni, pra niveli vitaminës A në mënyrë natyrale të karota, kuj, spinaqi e të tjerë, zhndërrohen në vitaminën A në trupin tonë, të cilët rrisin prodhimin e një proteine që transporton hekurin më mirë. Në moment që ne nuk marrim nivelet të beta-karotenit, transportimi i hekurit trup nuk do. Pra ka një efekt jashtëzakonshëm dhe madje redukton dhe nivelin e acidit fitik vitamina A. Element tjetër kush është? Rritja e acideve organike, që janë te frutat e thata. Frutat e thata kanë acide organike të cilat bëjnë transportimin dhe bëjnë një përthithje goxha të mirë të hekurit. Element tjetër është shtimi i ushqimeve me nivele të vitaminës C apo po themi të acidit citrik, që është ka limoni, portokalli, se kanë më shumë acid citrik ato se të vitaminës C, që rrit disponushmërinë e hekurit. Rritja e nivelit të acidit malik, që është e uthulla, rritja e konsumimit të uthullës modës, të sallatat, të ushqimit, të tarisit, rritja e acidit laktik, që është e kosi, konsumimi i kosit kefirit në mënyrë natyrale përmirëson absorbimin e hekurit. Pra nuk është vetëm të marrim vetëm vitaminë C. Pra ne duhet ta dimë të kombinimi pastaj dhe ushqimet e fermentuara, proteinat pastaj, kazeina, hira, e bardha e vezës apo e verdha, apo kryesisht e bardha dhe disa proteina të tjera që unë të thash, siç ishin këto të fitateve, bëjnë që përthithja e hekurit nuk bëhet. Pra qumshi e tjerë, sepse ka nivele të kalciumit që nxjerrin nivelin e hekurit jashtë. Ndërsa ushqimet që duhet konsumohen në këtë rast është mirë që të konsumohet nivele të ushqime të hekurit heme dhe jo heme janë dy krahët. Ushqimet jo bimore që janë të hekurit jo heme, ushqimet shtazore vjen nga hekuri heme që është më i absorvueshëm. Pra rreth 35% e absorbimit të hekurit vjen nga mishi, nga mërqia, e ka sasin goxha më të lartë, dhe më shumë e kanë këto midhje, e ka karkalesi midhja, ka nivele akoma më të lartë, pastaj vjen mërqia, e viçit e qingjit apo e pulës, pastaj vjen mishi kuq, sardelet të tjera. Dhe konsumimi i pastaj i fasuleve kryesisht të dhezura që kanë nivelin më të lartë, pra po kemi 8 mg heku në 100 gram, nëse tek frutat e detit ne kemi diku 6-7 mg në 100 gram, te fasulja zeze kemi 8 mg, edhe apo te thjersat 6-7 mg, pra kemi nivel goxha të lartë. Te farat e lulediellit apo farat e tjera, të cilat kemi të lartë, por nuk përthithet shumë, pra përthithet shumë pak, përthithet 5 deri në 8%. Në moment që ne fusim vitaminën C, acidin malik, kjo katërfishohet në përthithje. Pra në qoftë se ne kombinojmë për shembull fasulën me mishin, kemi një përthithje më të mirë të hekurit. Në qoftë se ne konsumojmë për shembull specin e kuq ose fasulën me pak spec pikant,
Kemi një përcithje më të mirë të hekurit nga joheme, pra nga aspekti bimor. Pra, për të arritur nivelin e hekurit, duhet përdorim edhe disa truke dhe disa kombinime me njëra tjetrin që ne duhet të kombinojmë. Fasulen me domate dhe me specin, mishin e kuq me lëngun e limonit, spinaci me lëngun e limonit, dhe të shmandim element të tepërta të brumit të tjerave që duhet të rregullojmë. Dhe mos harrojmë duke përzirë të gjitha këto, dhe sidomos uthullën e mos dhe të disa sallata apo dhe të kombinimit të disa ushqimeve të mishit, mërqit e tjerë, përcithja e hekurit do jetë më e madhe, sepse kemi një problem. Ne afërsisht marrim 12 deri në 15 mg hekur në ditë. Puna është që ne përcithim vetëm 4 mg. Pra ne përcithim më pak se parë. Përcithja është më e keqe, po ne kemi nevojë një grua shtazëne ka nevojë për 25 dhe 30 mg hekur. Një fëmijë ka nevojë për 10-15 mg, pra një adoleshent pastaj kalon 15-17 mg apo një grua. Ne nuk e marrim dot të sasi hekuri. Për arsye të mos përcithjes që është elementi kryesor, pra defekti kryesor është e mos përcithja. Por baza është tek ato që ne marrim. Padyshim se dikush mund të ketë mungesë të acidit hidroklorik në stomak, siç e kemi trajtuar dhe më herët, prandaj mund të konsumojmë atë uthull apo atë lëngun e limonit për çdo produkt që konsumojmë në çdo vakt. E bëjmë kështu, si mund të jetë një ditë e një personi që vuan nga anemia, nëse mund të hapësh disa receta? Në qoftë se mund t'jap një recetë, atëherë ne mund të konsumojmë, supozojmë një mëngjesi. Po e konsumojmë një smoothie ose një. Unë jam i parimi gjithmonë në parimi që duke shtuar erzat, ose mund të bëjmë një kombinim i disë spinaqit, avokados dhe disa farave, pra farat e liris, farat e susamit. Farat e susamit kanë nga nivelet më të larta të hekurit. Po ashtu mund të shtojmë, në qoftë se nuk shtojmë këto, mund të shtojmë një nga çajrat jeshil, që mund të jetë për shembull çaji moringa, që kanë nivele shumë të larta të hekurit, afërsisht 28 mg, apo edhe një nga algat e detit. Pra për shembull në një lëng ose në një smoothie të tillë, që ne mund ta fillojmë. Patjetër që ne mund ta kombinojmë, patjetër duke shtyr edhe pak limon, pra lëng limoni ose pak portokall, për përthithje, në qoftë se nuk konsumojmë. Më pas më mund të konsumojmë një mëngjes. Mëngjesi mund të jetë shumë i thjeshtë, i kombinuar pra disa pomodorini, domate, pak gjizë të fshatit që ne mund të kemi mundësi, pak vaj në ullirit, pak rigon, pak erza, sepse ato kanë një përfiti më të mirë, të kemi kujdes të dheza, se thash dheza ka vitaminë B12 që e shton, po ka një problem se e bardha edhe e largon nëse ne do marrim një sasi të lartë, se disa marrin edhe sasi më të lartë. Po dheza duhet konsumuar. Mund të konsumoj proteina ose jo, pra proteina bimore ose edhe shtazore. Pra gjatë atij mëngjesi, gjatë ditës para ditës do të konsumojmë disa ara dhe disa fara. Tek sallatat patjetër do shtojmë disa erza për të vit dreka, edhe tek supat, sidomos farat e susamit, farat e qias, farat e lirit, ne do t'i konsumojmë dhe aroret, sepse është nga më të mirat, dhe patjetër të konsumojmë nivelin e këtyre leguminozeve, për duke u konsumuar me qep, me nivelin e piperit të zi, ose specit pikant për një përcithje më të mirë, dhe të domateve apo elementeve të tjerë, që ofrojnë nivele edhe të proteinave, edhe të malis së hekurit. Mund të marrim mërqinë drek përveç një supe ose mërqi dhe tarator, e cila duke kombinuar me nivelet e hudhërës, të vajt ullirit, të koprit, apo të një luge fare susami dhe arës, mund të rregullohet. Midis të tjerave duhet të shtojmë patjetër sidomos milljet, panxharin e kuq, sepse kanë nivele të mira të gjithë kompleksit vitaminave B për bërë një përcithje më të mirë. Edhe prandaj njerëzit zakonisht bëjnë dhe shtrydhjen e plumut panxharit mëngjes, por pak sepse ngacmon stomakun, pra jo sasi të lartë, shpesh njerëzit kanë probleme në stomak, thonë që panxhari na vret, pra mund të konsumohet edhe gjatë drekës, konsumimi i lefave, i bardhunjeve, i bamjeve dhe elementeve të tjerë. Pra konsumimi i këtyre ushqimeve. Pastaj, nëse bajamet, sepse ka nivele edhe të larta të magnezit, do në nivel të mirë të magnezit dhe për qetësi, mund të marrim për shembull edhe kombinimin e disa frutave të tjera në kombinim, pa edhe sardeles të një peshku të saktuar që ne kuptojmë që është e fundit për ta përmbyllur. Në darkë mund të konsumojmë, pra në bazë të konsumojmë një çaj, po themi një çaj jeshil ose një çaj moringa, ose një çaj trëndafilit dhe boronise, ose një çaj rozmarine, pra ne mund ta konsumojmë. Në darkë mund të konsumojmë një kos me fruta ose fruta dhe arore të kombinuara bashkë me kanellë dhe të tjera. Pra po themi ose të tjerë. Kjo është pra një shembull se si mund të ushqehet një person me anemi. E fundit fare, ndoshta një përgjigje më të shkurtër. Ju thatë që mund të përdoret për shembull kefiri kur kemi në krahun tjetër të tryezës, pra ushqime të cilat përmbajnë hekur. A është, le të themi, një lloj disbalanci, për shembull kur kemi thënë që nuk duhet të konsumojmë ushqime me hekur dhe bulmet, sepse pengojnë në përthithjen e hekurit, apo kefiri bën diferencën?
konsiderohet qumshti djathi. Po fillimi i qumshit nuk lejohet. Në nivelin i lartë i kazerinës, unë e thash nuk bëj përthitje, në nivelin i lartë i kalciumit që e largon, sepse një gotë qumësh ka përësisht 165 mg kalcium dhe largon patjetër edhe nivelin e egull. Ndërsa kefiri, po themi kefiri, apo ushqimet, unë po thash ushqimet që janë të që ka nivele probiotikësh, pra kosi nuk bën problem. Probiotikët që futëm edhe kefirin ose kosin e shtëpisë, sepse patjetër kanë nivele, duke pasur nivelet probiotikëve është parë që përthitja bëhet më e mirë. E kuptova. Pra, kjo ishte një pyetje më shumë personale, u qartësova. Pra, djathi edhe kemi një ndryshueshmëri shumë të madhe te gjalpi, te djathi, te qumshi, te kosi. Kemi një ndryshueshmëri, kemi kaluar në nivele të larta, domthonë ndryshimshmëri enzimash edhe përbërjesh, fermentimesh dhe mikroorganizmash. Forma që ndryshojnë në trup dhe jo. Pra, po themi që nëse ti konsumon një kos nuk mund të dëmtojë ndoshta për një problem tjetër, ndërsa qumshi mund të jetë problem inflamator. Qumshi është më inflamator në përgjithësi se sa kosi. Kosi kalon në një fermentim tjetër, merr nivele më të larta të baktereve edhe tjerë. Pra, është tjetër gjë kosi me qumshin e djathin, edhe kefiri bashkë, e qartë. Gjalpi është shumë i rekomanduar edhe se qumshi për arsye të nivelit të lartë vitaminës A dhe disa nivelit të mirë të disa acideve yndyrore etj. E kuptova. Edhe për shëndetin e trurit, të zemrës edhe elementeve të tjerë. Të falenderoj shumë. Në falenderoj se fluturojnë minutat. Në qoftë mundësi, do të tonim disa nga bimët kryesore që ne mundet të përdorim për të rregulluar dhe stabilizuar anemin, por nuk kemi kohën. Nëse mi thua për një minutë do pres, jo se dua të ndihmoj ata që janë shumë. Tre bimët kryesore që na ndihmojnë për anemin. I themi një herë tjetër, nuk është në gjë, s'është. Po tre bim për anemin. E themi do kemi biseda prapë. Okej, mirë, në rregull. Të falenderoj shumë. Nga bimës se një minutë nuk kam çfarë them, se do të them se si duhet operuar, se njerëzit do t'i marrin këto tre bime dhe do thonë si do t'i përdorin. Ato kanë edhe recepturën e tyre të kombinimit, se për shembull një bim janë 4 bim që kombinohen dhe 2 fara me njëra tjetrën dhe 2 bim të tjera. Atëherë nëse ka nevojë për kombinime, le të kontaktojnë juve dhe të marrin në recetën e duhur. Falenderoj edhe një herë Altin. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe shpresoj të kemi ndihmuar. Turoj ditë të mbarë. Shkëputemi për publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në rrezën tonë.